Pas ngjarjes së rënd ku 60 vjeçari Xhabir Hoxha qolli me çifte bashkëshorten por pa arritur që ta plagos dhe me pas e dhunoi duke goditur me grushte e duke shkaktuar plagë me mjet prerës, një komshie që banon afër tregon se më parë autori ka dhënuar bashkëshorten e tij, e cila ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Shoqja ka një grua mirë, një nanë përkushtueshme, ky ka një smut, nuk mund t'i thush se ka dhunu, ka bë shamat, ka bë patjerë, edhe e papamë. Ashtë e papamë, një njeri. Njeri kur je i smut, dohesh mu mjeku. Edhe me e dit, po këta dhe nuk dojnë me e dit. Një gru zoj, që e ka qitë i shoqi, janë rënë. Shumë vazhdime. Shamat kanë pas ditë, me e marrë, me e tash, me e budale, me e këtë, me e jatë. Herë janë da, po i kanë populizu. Ka i gruja. Gruja do t'ikon për dhunës. Jo se jam e dhunume, po grashe pa shumë të dhunume. Shumë. Ndryshe nga ky komshie, kuneta 60 vjeçarit që policia arrestoi por dhe të tjerë të afërm tregojnë se nuk kanë qenë dijeni se Xhabir Hoxha dhunonte bashkëshorten, ndërsa shprehën se kishte qef alkoolin. Për mua janë njerëz të mirë, unë kam konat, për mua faleminderit prej tij. Mua më ka rrit fëmijë. Edhe gruaja shumë e mirë. Nuk e di ma kanë pasur ose nëra ndoje, kanë ikë me shtëpinë atje, po. Një atje larg, se këtu kanë pas shtëpi. Për mua unë nuk di se çfarë flas. As kam ditë gjove në darkë. E kam në gjohë se u bëj kjo punë. Nuk di që më thonë, jena habiton, në këna me ngrim. Unë jam me të dy. Unë jam me të dy. Edhe me grunë edhe me burrin. Pashat madhin zot, aja gjyllë ma punëtore, e ma zoja për shpi, e për kanak, e me prite me qitë. Unë nuk di si me thonë për ma fort. Aja binonit. Aja din vetë. Me pi ka pi pak. Problematik me tjerë nuk ka kënë. Gjena për të dyja palë. Ka i bira ka pi, po jo se unë për vetë dhe të hanë nuk di gjakë shumë, një gjatë keqe për të, aty mësaj voha që si në familjet vetë e një nuk pa din se që banë vlaj ose fëmija. Përveç arrestimit të 60 vjeçarit Xhabir Hoxha, i dyshuar për dhunë dhe bashkëshortes së tij, policia vendore Shkodrës sekuestroi cilësinë e provës materiale armën e gjatë çifte me të cilën ai qelloi, si edhe shtojnë fishek. Autori është i dyshuar për veprim penale, vrasje për shkak të marrëdhënie familjare e mbetur në tentativë. Policia dyshon se kjo ngjarje ndodhi për motive xhelozie, ndërsa shtetësia e dhunuar pjesën më të madhe të kohës qëndronte mbyllur në shtëpi për shkak se bashkëshorti i saj nuk e linte të dilte jashtë.